Natën, na jem froshrim folë të veshë. Klubi Astrum në Strukje honte nga zërat e fansave të cilët së bashku me Mozik këndonin hitet e tij. Këngëtari i famshëm që sapo ka publikuar dhe këngën e tij më të fundit Xhelozia dhe realizon një tur veror me po të njëjtin emër, vjen për herë të parë në qytetin e Strugës dhe duket se fansat ja shpërblyen gjithë këtë mungesë. Duke kënduar hitet e tij më të fundit, Mozik elektrizoi publikun që ishin në numër të madh për ta parë dhe për ta dëgjuar. Si kalon sonte? Super, shumë marë. Shumë mira, kjarë për muzikun apo për të femra? Për muzikun ma i fort. Ke dëgju kënga të tia? Po, krita, kokaina ma i fort. Ti jeton jashtë apo këtu? Në Amerike. Amerike? Ku bojnë ma mirë koncertet, aty apo këtu? Këto ma marë duket. Këtu, a? Mirë, bravo, kalon shmirë. A bone foto me muzikun apo jo? Jo. Se më iskevo? Po she kur erdi e pas 30 minuta. Prite shumë, a? Më je doat shumë muzikun ti apo? Mundet pak shumë mjaftësh. Si kalon sonte? Shumë mirë. Pi ku jeti? Ka Austrije. Po ktheu këtu pak, ktheu këtu. Si kalon e pushime? Shumë mira. A të ka shkrit do njëri sonte, ata ka bëgë shumë e si. Nuk më duen. Të gjithë se lakja. Suna, maninit, bravo. Jo, ata suna ta kem parasysh që janë ashtu si shtaj. Të gjithë sunat. Inshallah me një kur të mirë. Amin, inshallah. Faleminderit. E gjitha fjollën, fjolla ku jemëj. Ja. Si ma galli mirë? Mirë, erdha pak të muziku. Shumë mirë, e po shumë e bukur sonte, se më doli dhe mastiku. Përse vendosë të muziku të vishë? Sepse ka kam shumë të mira. Muzik vim për herë të parë, je knaqur që vim për herë të parë Strugë. Po, shë dhe era parë që unë e shofat. A do bësh një foto? Po, pa tjetër. Bravo. Pasi mbaroi këngët e tij në katin e poshtëm e prisin me 10 fansa, saqë shkallët dhe hyrja për tek dhoma VIP ishte totalisht e bllokuar. Tu mbrenda është Mozik, janë gjithë njerëzit duke pritur për të bërë foto, ndërkohë që dhon për radhën për t'ia bërë intervistën, se keni idenë sa është radha këtu, e shpresoj të kapin kështu direkt. Duke përfituar nga rasti për një intervistë të shkurt, Mozik thotë se Struga e ka kënaqur me pjesëmarrjen në koncert dhe nuk do ta lërë me kaq herë tjetër. I pyetur edhe për suksesin e këngëve të tij, Mozik me shaka thotë se formula e suksesit të tij është bashkëpunimi me Naim Frashërin. Mozik, se ke idenë si është radha atje, do me thënë ka shumë, si e ke hallin ti këtu, se e pa e shoh që pas kënë derezi? Mirë, për derisa është hera pare jam janë që jam mesin e Strugës, kalova shumë mirë, keni publik shtetë masi mirë, shpresoj që ka me qenë. Janë shumë të zjarë, po të kapën këndit, dhe me të ndje që brapo se gjithë duan të bëjnë foto. Si u ndjeve këtu në Strugë? Në Strugë u ndjeva mirë, normalitikisht mirë, pasi është edhe i raport të regova e imja. Po pse ka gjatë e kishe lëm pa vizitu Strugën ti? Po problemi ka qenë të koha, tash është edhe sezona, jo i në mbak ma të angazhum. është më angazhum. është sezona e koncertëve, po fatmirësisht, erdhëm edhe në Strugë edhe i poshtë edhe Strugë. Kalove mirë. Ke nxjerrë këngën më të fundi që çdo këngë që nxjerr ti del hit. Kjo Xhelozia është bo përsëri hit. Si e ke hallin ti? Ke ndonjë formulë magjike për këtë hit apo i fundon një kështu? Vjen mu natën, na jem froshrim folë të veshë. Je dhe shakaxhi kështu ti, ha? Jam edhe shakaxhi. Jo, është thjesht pjesë që ma ka dhuru Zoti, cili di jam falenderus derisa të takoj ato.
Ma ka dhona të është edhe talenti madh, kështu që bravo qoftë. Talentin s'mundesh me ble as supermarket, as magazina, as kërkon. Shumë mirë. Shiko, ato që presin për foto janë duke më vrar, ikë më shpejt, po unë do ta bëj edhe një pyetje tjetër. Do vazhdosh me koncerte apo do të kesh këngë të reja të nxjerrësh? Koncerte, këngë të reja, bashkëpunime, gjithçka të rreth muzikës. Kemi ndonjë emër që mund ta përmendish kështu? Jo, emër. Se na ke ardhur deri në Strug në nder, barem na bëni nder na thuash në nisë. Emër s'kisha përmend herë se s'po dihet kush çka tek. Po më rëndësi është shikoj. Përse dale mirë. Edhe një të fundit premtoj edhe do iki. Ku do shkosh mbas koncertit? Mbas koncertit do ikin koncertin tjetër. Do takosh ndonjë vajzë strugane këtu apo jo? Jo. Se si pëlqen di vajza, oj vajza muzikë. Po, e din që se cilin qytet ka vajza të bukura, po qëllimi jam është të marrë me kry koncertin, me kalu mirë me fansa, jo me shku me mondoj një vajzë që shpo të ti. Vajzën merre. Po, Mozik, shumë faleminderit edhe njerë, kalosh mirë. Me të mbaruar intervista, Mozik nuk ndeti rehat. A i pritishte nga një grup tjetër fansash në hyrje të lokalit, të cilët duke fotografuar dhe duke tentuar të bisedojnë me të, e shoqëruan deri tek vetura.